تمسك بحبل الله واتبع الهدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah në falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. E falenderojmë Allahun që na ka mundsuar të arrijmë këtë muaj të bekuar. E falenderojmë Allahun që na ka mundsuar të shtojmë këto adhurime në këtë muaj. Sigurisht se në fund apo krejt kur ta kryjmë këtë adhurim, besimtarin e brengos diçka. Ajo është, a thua vallë, na ka pranu Allahu Dhul Xhelal adhurimet të cilat i kemi bë në këtë muaj. Apo edhe adhurimet që i bën besimtari kur e kryen haxhin, umrën e kështu me radhë. Nga se e din që Allahu Dhul Xhelal veprat i pranon vetëm nga ata të cilët janë të devotshëm. Inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Vërtet Allahu i pranon veprat nga ata të cilët janë të devotshëm. Sa që kishte nga të parët tanë që thoshin, sikur ta di që Allahu ma ka pranuar vetëm një vepër, edhe nëse do të vdisja, zot ishte problem për mua, nga se Allahu i pranon veprat vetëm nga ata të cilët janë të devotshëm. Falendëruar qoftë Allahu që dietarët i kanë përmendë edhe shenjat që tregojnë se veprat a janë të pranuara apo jo. Shenja parë është se besimtarët kanë frikë nga mos pranimi i veprave. Besimtarët kanë frikë nga mos pranimi i veprave. E kjo njëkohësisht është shenjë e pranimit të veprave. Allahu Dhul Xhelal i përmend në Kur'an se besimtarët kur japin, kur bëjnë vepra të mira, zemrat i kanë plot me frikë ndaj Allahut, nga se e din se tek Allahu do të kthehen. Andaj edhe që kanë bërë namaz, edhe që kanë bërë agjerim, e kanë bërë adhurime të tjera, ata kanë frikë nga Allahu, aja ka pranuar veprat apo jo. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kishin këtë frikë, edhe pse kanë bërë shumë adhurime. Ndërsa na kemi pak adhurime dhe ndihemi shumë të sigurt dhe shumë rehat. Shenja e dytë të nderuar vëllezër është vazhdimësia me bë vepra të mira pas kryerjes së veprave të mira. Dietarët e kanë përmendur që shenjë për pranimin e një vepre të mirë është edhe një vepër tjetër e mirë e cila e pason atë. Andaj besimtarin nëse don me ditë a ja ka pranuar Allahu veprat e tij apo jo, le ta shoh pas Ramazanit a ka me fal namaz natë, nga se për namazet fars nuk diskutohet. A ka me agjerim nafile e kështu me radhë. Pra, këto adhurimet të cilat i bajnë, inshallah është shenjë se Allahu ja ka pranu adhurimet të cilat i ka bo gjatë Ramazanit. Shenjë tjetër është se mas Ramazanit Allahu ta bën të urrejtur në zemrën tënde mëkatin. Ndoshta para Ramazanit ka qenë mëkati i dashur për zemrën tënde. Mirë po, mas Ramazanit do ta urrejsh mëkatin. Walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Allahu ju ka bërë të dashur juve imanin, besimin, dhe ka zbukuruar atë në zemrat tuaja, dhe ka bërë të urrëtur kufrin, mosbesimin, shturjen dhe kundërshtimin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj, nëse pas Ramazanit e shet që shikimi haram po të pengon shumë, atëherë inshallah është shenjë se Allahu ta ka pranuar adhurimin. Shenjë tjetër është mos lavdërimi me veten, larg vetpëlqimit. Se Allah thot fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Mos e lavdëroni veten, nga se Allahu e din kush është i devotshëm. Andaj çdo njeri duhet me e ul veten kashi Allahu Dhul Xhelal, nga se sa do që ta adhuroj Allahun ashtu nuk ja ka dhënë hakun. Shenjë tjetër është ta adhuroj Allahun në fshehtësi kur askush nuk e sheh.
Mishtu adhurimet ku askush nuk çe, pos Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, sheh e fundit për mos me gjatë është që pas adhurimeve besimtari ti përfundoj adhurimet me pendim tek Allahu dhe kërkim falje. Me thonë, o Allah na fal e kështu me radhë. Elusim Allahun Dhul Xhelal të na pranoj adhurimet tona dhe të na mundsoj të arrijmë Ramazanet e tjera. Elhamdulillahi Rabbil Alamin.